David McAllister është një nga politikanët më me influencë në Europë edhe pse nuk është bërë ministër apo komisioner i Bashkimit Evropian. Një gjerman me origjinë, baba skocez dhe nën gjermane, zoti McAllister, është një prej figurave më të rëndësishme të kristian-demokratëve të kancelarit Friedrich Merz. Pikërisht origjina e tij familjare përbën edhe thelbin e vlerave të Europës së sotme. Babai i tij ka qenë një ushtarak britanik që ka marrë pjesë në luftën e dytë botërore për shlirimin nga nazizmi, i cili u martua me nënën e tij gjermane, një mësuese muzike. Ushtaraku skocez zgjodhi të jetojë në vendin ku gjeti dashurinë e jetës. I diplomuar në një nga universitetet më të mira të Saksonisë së Ulët, që qendër ka Hanoverin, e prek bregun veriperëndimor gjerman në detin e Veriut. McAllister është një nga politikanët më të rëndësishëm të këtij landi, mjaft të populluar e të industrializuar, si rrjedhim me mjaft potencial për politikën e partive kryesore në vend. Europeist i bindur, madje edhe në gen, ai është një nga njerëzit më të afërt të ish kancelares Angela Merkel dhe sot është praktikisht kreu i korrentit apo fraksionit politik që në një farë mënyrë është oponent me kancelarin Merz. Stabiliteti i tij në një post politik si kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian nuk është gjë tjetër veç se një shenjë e influencës së rëndësishme të Gjermanisë, CDU-s, e natyrisht e politikanit me shumë përvojë David McAllister. Nuk është as pak rastësi që prej 20 viteve tashmë, Gjermania ka një rol dominant në Komisionin Evropian, diplomacinë e natyrisht Parlamentin Evropian. Fuqia ekonomike e saj kthehet natyrshëm në një influencë politike primare. McAllister është një prej politikanëve që e ka nisur këtë kurs të ri politik gjerman, pas viteve 2000 në udhëheqjen e koleges dhe mikes së tij të ngushtë, Angela Merkel. Për Tiranën, David McAllister është një njohje e vjetër, përveç se një përkrahës dhe njohës i Ballkanit. Në vitin 2017 ai erdhi në Shqipëri për të zgjidhur ngërçin e vështirë të 2017-s, kur PD-ja e Lulzim Bashës si regjent por e Sali Berishës si shef real u fut në çadër, duke rrezikuar mosmbajtjen e zgjedhjeve parlamentare që mund ta fuste vendin në një blokadë të rëndë. David McAllister u dërgua nga kancelaria Merkel si mediator për krizën. E kishte më shumë karrota për Bashën e Berishën se sa shkopinj. Madje asnjë shkop nuk mbante në valixhe. Me një plan prej 20 pikash, McAllister propozoi një qeveri të përbashkët PSD deri në zgjedhje, ku opozita do të kishte zëvendës kryeministrin kreun e KQZ-s, avokatin e popullit, zgjedhjen e një presidenti konsensual, shtyrjen e zgjedhjeve më 16 korrike mjaft pika të tjera. Kjo paketë ishte si një bekim për PD-n, dhënë nga një aleat i tyre pasi McAllister është nënkryetari i Partive Popullore Europiane. Por si Sali Berisha, si Ilir Meta e rrëzuan paketën McAllister, madje edhe duke e tallur në studio e panele ku e quajtën Big Mac. Kuptohet pse Meta e kundërshtonte nga që donte të bëhej vetë president, por kundërshtimi i PD-s ishte krejt pa një logjik normale politike. Gjë që u shpreh edhe nga diplomatët e politikanët europiane, sidomos të CDU-s. Mësohet se vetë David McAllister deklaroi në atë kohë se marrëveshje më të mirë se kaq nuk do të gjeni, por duket opozita e cila me fitoren e mandatit të parë të Donald Trump trumpetoi rrëzimin e Edi Ramës, priste që të vinte një delegacion nga SHBA për të zgjidhur krizën. Edhe në të vërtetë erdhi buldozeri Hoyt Brian Yee, numri 2 i Dash, i cili nuk kishte asnjë karrot për Sali Berishën, por një shkop të madh sa e shastisi doktorin, i cili e shprehu vetëm më pas në media. Më pas Edi Rama hyri në dhomë me Lulzim Bashën, ku dolën me një qeveri të përbashkët më të butë se Big Macu, por që e përçau keq opozitën dhe i dha Edi Ramës fitoren e dytë në zgjedhje. Ai refuzimi të mirave që solli McAllister atëherë, natyrisht që ka mërzitur atë vetë, CDU, PPE, natyrisht Angela Merkelin dhe Berlinin zyrtar. Ndaj qëndrimi i Sali Berishës nuk ishte gjë tjetër veç se karma. Megjithatë, politikisht është një vulë e thatë e vendosur nga lideri i qendrës së djathtë europiane, një nga më influentët e kontinentit. Pas këtij qëndrimi nuk mund të hezitohet as pak se nëse nuk është përjashtuar PD, është futur në frigoriferin politik për këndvështrimin e PPE-s. Mund të thot ndokush se në këtë status ndodhet edhe Fidesz e Viktor Orbanit, e vërtet, por ai është në pushtet prej 4 mandatesh dhe politikisht është larguar nga PPE dhe është një lider i së djathtë sovraniste e populiste, shkroi Ylli Pata.